drejten. S'ka qenë edhe njerëzit në alqin rrugë, edhe në shkrime, foto, unë u përbalësha për herë parve ato. Unë i këqyshë në televizor që i japshin, por kur vetë si kam po ato punë deri, sa kam orë në Prishtinë, ndjenja pa përshkrushme. Për një me është edhe kam kalu një kohë ma të mire në jetës temë. Si i ri edhe 14 vetë gati në Kosovë, shto që është për mu do të jeton jetën periulla ma e mire. A ka, i ke përjetu edhe famën edhe suksesin goxha si vrullshëm edhe si shpejt, por ke dit me mbajt atë. A ka në i kshilë që sot, me që ke kalu vetë, për të rinjët që i futen kësaj rrugë, edhe fama edhe suksesi, besa edhe paraja mund t'ju vinë shumë shpejt, qka duhet me pas parasysh? Pra ku janë ajo vija e hollë që mund të ndaj për dështimit edhe suksesit? Plot, unë tash, okej, vajza e me shë pak i re, por tu e bo gati që qka mundet mi ndollë. Pra, në të arme, që ose aja vazhdojnë mu marrë me basketbol, ta këshiloj, sepse kam qenë në të rrugë, adin janë mundësh me kënë shumë nalë, por mundësh me rrasë shumë poshtë. Oret kretë për personi qëfare edhe qyshe menagjën vetë. Unë deri diku kam mujtë me menagju vetin, por ka pas raste për një me që kam dalë jashtë vetit. Plot. Jo vetëm një, por plot edhe për plot. Mirë pro, për nderi Zotit, prap jam këtu ku jam, me tonat mira, me familjet shnoshe mirë, që ja është ma e rëndësishme për mu, për tjera, vine shkoj. I përmende shumë takime me qytetarë, shumë fotografit kërkuara, shumë lavdata, por rivaliteti për ato vite që po flasim ka qenë jashtëzakonisht i madh. Edhe, besoj që pa fund, prej parketit, gjë që hitësër sportive të bëhet, por edhe mund të kesh pas kritika e besa edhe fjallë të tjera jo të mira me cilat përbalen njerëzit në sport, fatkeqësisht. Qysh i ke përjetu këto? A ka pas raste kur të kanë lëndu? Ka pas plot raste, por qëtash kur t'i kujtoj këte është pjesa jonë ka qenë. Në është qatë moment si i ri, nuk i kam marrë ashto, i kam marrë te për gatë zemrës, ku kam gabu, nështë ta kam ujtë ma shumë, nështë ta ma pak. Ta janë senet që kam i ndollë dhe janë të ndollë si cilit sportistit. Këshilla e më për si cilin të ri sot është vetëm duhet me ecë për para. Ma shumë gjithmonë kam në pas senet negative se sa pozitive, se kur është diçka mirë, kërkush ka me të lonë, në regullje, por gjithmonë kur është diçka keq ka me të lonë. Shto që vetëm duhet me ecë për para, t'i haron ato edhe sa ma i fort më ba. A ka pas shumë gjelozi në mes të lojtarëve? Edhe të një ekipi? Në kohë teme, sa kam qenë po marë periullën Prishtinës, nas kemi pas gjelozi. Edhe jam krenar, kemi qenë me drejt me të lonë si familje. Edhe u shëshnojshim, edhe rishim non stop bashkë me Florianin, Edon, Azemin, Edisin, për një me kemi qenë si familje. Edhe në pushime shkojshim, i bëjshim krejt bashkë. Shto që, por nuk është mos i përpara, si cili ka familjet veta, rrugët veta, ndame, por jemi kontakt, rrim kontakt, por jo si dikur që i ndojshim edhe shtratin ndojshim bashkë. Samir, presioni edhe përgjësia po vazhdoj me mbetë që ka qenë shumë e madhe. Cila është fitoria ose cila është ndeshja për ty me mësë shumë të i përgjëtsi? Gati sa edhe gjithë natër mund ta kesh kalu me atë sikletin ose stresin se si ka me shku. A ke ndonjë që të kujtohet për momentin? Gjatë 14 vite ka pas plot. Ka pas në Prishtinë, në atë kohë, tani me Pen, ka pas plot e për plot. Me Bambeteksin në 3 vazhdime që fitum gjysëm finale, tani në titullin e kampionit, me Pen në Evropë, përgjithësit madhe kam pasën në çdo lojë. Do me thonë të une s'ka pas këtë lojë, hajte po lujë kështu, ose ashtu, no. Se cila lojë për mu ka qenë finale. Edhe se cilin lojë që kam shku, edhe kam lujt, u konë 100%. Edhe për ato jam krenar edhe i lumtur që çdo ekip që kam shku, si në Prishtinë, si në Pej, si në Prizren, ka qenë 200% nga vetja. Ato jam krenar për qatë punë edhe tepër i lumtur. Si cilin mujtë të shikojnë në ftyrë.
E ke dhënë maksimumin, nuk e kursy asgjë për Asgjë, vetës, gjë kur. që ka qenë shumë e dukshme edhe tek publiku. Deri sot nuk është njëtë, si kemi qenë na për para. Jo vetëm ono, për si cilin për neve, si jam i vetëm jonë. Çka ka ndryshu, Samir? Plot Pse nuk sene. është njëjtë? Pse ne po ju referuemi këtyre viteve të arta? Çka mendon me që mund të edhe takohesh me njerëz të basketbollit? Çka është më keq që nuk e kemi më këtë periudhë të basketit në Kosovë? Po e di, shumë tjeshtë është kja, shumë letë mujë me të dhonë përgjigje në atë kohë, shumë pak edhe ka pas telefon, shumë pak ka pas Facebook, Instagram, na u dashtë me najtë me një të risat është. Fizikisht. Njani rëngë këto, tjetëri atene për telefonat të nditën, edhe nuk shoqënohet, edhe s'ka aja harmoni mes veti, edhe normalisht që vjen deri të problemi deri të skuadra, deri të kombëtara, deri të se cili. Telefonat janë për musaj për këtë me, mendimi jem, nështë ta gaboj, janë telefonat që i kanë prish çdo lloj në këtë botë. Edhe thua që trinjët, prandaj e kanë hupë si intereseme u marrë me sportin, po kaloj kohë ma shumë në... Normalisht, ai nuk mendon që me bë një stërvitje ma shumë, por mendon që ka me shku në Instagram, me qitë një foto ose Facebook. S'po di, unë nuk jam njeri i rrjeteve sociale, as nuk i përdori shumë, shto që jam old style. Old style, alo me të vjetër. Alo me ato para 20 vjeç. Nashta më gabim, po duhet të rri atje. Okej. A hyrë sot ndonjëherë me i pa ndeshjet e tua? Ja, asë njëre. Pse? Nuk e di pse. Për me ato nuk kam vasone vetë përgjigje. Da. As kur se kam qyrë deshin tem, komplet. Kemi pas me ekipen gjithmonë, kemi pas me skuadra ku kam lujt, me këqyrë deshin që kemi lujt, ku kemi ba gabime. Unë jam koni vetëm një person që se kam këqyrë deshin, edhe s'kam desh me shku me këqyrë deshin. Pse? Apo s'ke Po doj përgjigje kështu? s'kam qef me këqyrë vetë. Okej. A i ke mendu një herë, ose mbase edhe ka ndodhë, me të marrë dikush në telefonin me thonë, Samir, kemi nevoj për ndihmën tënde. Na duhesh si trajner, na duhesh si motivus, na duhesh si... Edhe lojtar, një ditë kër e kisha Edon këtu, mu më duket që Edo ishte super i